Aktori i njohur turk Burak Ozçivit, i dashur për publikun nga serialet e famshme ku ka luajtur, ka zgjedhur Shqipërinë si destinacion për disa ditë pushimi. Ylli i ekranit po kalon disa momente relaksi në qytetin bregdetar të Vlorës, një ndër destinacionet më të preferuara të Rivierës shqiptare. I shoqëruar nga miku i tij, biznesmeni i njohur vlonjat Sinan Idrizi, Burak ka vizituar gjatë kësaj të mërkure Bashkinë e Vlorës. Me veshje sportive dhe gjithnjë buzëqeshur, aktori është shfaqur i lumtur në këtë vizitë të tij në qytetin bregdetar dhe në institucionin më të rëndësishëm vendor. Në hyrje të Bashkisë së Vlorës, Burak Ozçivit është pritur nga kryetaria e Këshillit Bashkiak Elpiniqi Mërkuri, si dhe nga shumë fanse, gra dhe vajza të administratës së Bashkisë së Vlorës. Teksa kanë ngjitur më pas shkallët e Bashkisë së Vlorës, Burak Ozçivit u përshëndet nga kryetari i Bashkisë Ermal Dredha. Mëtej, gratë dhe vajzat e administratës së Bashkisë së Vlorës kanë pushtuar zyrën e kryebashkiakut Ermal Dredha për të pozuar me aktorin e tyre të preferuar. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, tha se është kënaqësi që një nga aktorët më të preferuar turk të shqiptarëve nga telenovelat më të famshme ka zgjedhur Vlorën për të kaluar disa ditë pushimesh. Dredha theksoi se kjo vizitë është edhe një promovim shumë i mirë që i bëhet qytetit bregdetar. Do kënaqësi të kemi sot një nga aktorët e preferuar të gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm. Turqia nuk diskutohet që e ka, por edhe në gjithë pjesën e lidhjes mesme të paktën nga disa telenovela që janë goxha me famë dhe dihet që i mbam lidhur gjithë familjarët tanë, mamat, nënat tona, aq i rëndësishëm është në këtë fushë. Megjithatë unë jam i nderuar që e kam sot këtu. Burak Ozçivit, if I'm correct, yes. Edhe patjetër që është edhe një gjë shumë e mirë për ne, sepse praktikisht ka ardhur, ka zgjedhur pikërisht Vlorën për të kaluar disa ditë pushime dhe kjo na jep edhe një mundësi për të promovuar sa më mirë destinacionin e Vlorës, jo vetëm brenda territorit tonë, por edhe jashtë saj. Kështu që e falenderojmë shumë që është prezant. Kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha i ka dhuruar aktorit të famshëm turk Burak Ozçivit edhe simbolika nga qyteti bregdetar i Vlorës. Prania e Ozçivit në Vlorë shihet si një tjetër shenjë suksesi e turizmit që po tërheq gjithnjë më tepër emra të njohur të botës së artit dhe spektaklit ndërkombëtar. Aktori i njohur për rolet e tij në seriale të suksesshme është shprehur shumë i lumtur që gjendej në Vlorë dhe se në këtë orë të qëndrimit të tij në qytetin bregdetar po shijonte këtë perl, siç u shpreh vetë ai për Vlorën dhe bregdetin e tij. Burak Ozçivit është një nga aktorët më të preferuar në botën turke të kinemas dhe televizionit, me një numër të madh ndjekësish në rrjetet sociale dhe popularitet jashtëzakonshëm në vende si Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Fakti që ai ka zgjedhur pikërisht Rivierën shqiptare për të pushuar është një dëshmi e qartë e rritjes së imazhit të turizmit shqiptar dhe e tërheqjes së tij ndërkombëtare. Vlora me plazhet e saj të kristalta, kuzhinën mesdhetare dhe mikpritjen e veçantë, po bëhet gjithnjë më shumë një destinacion i preferuar edhe për yjet e huaj. Protagonisti i njohur i serialit Osmani, aktori turk Burak Ozçivit, ka surprizuar fansat shqiptar me këtë vizitë të papritur në Vlorë.